Por sot kena byrek me domate, qepë e spec. Ka dali mrekullueshëm. Kjo mënyrë që po ju la sot është nga më të thjeshtat për të përgatitur byrekun. Atëherë në një anë të thellë hedhim mielin, krypen, shtojmë ujin e fillojmë punojmë brumin mirë me dorë derisa të bëhet homogjene. Lymë me vaj ullinit sipër, e molojmë dhe e lam me pushu për 40-60 minuta. Ndërkohë që brumi pushon në një tigan, përgatisim gjellën, hedhim vaj ullinit, shtojmë qepën e specin, gavërtisim derisa të zbuten. Shtojmë domaten, rrogullojmë me kryp, i lajmë 5-6 minuta në zjarr dhe e kalojmë në njan. Pasi ka kalu koha e brumit, marrim brumin e ngjeshim pak me dorë, ndajmë në topa, ku çdo top e hapim në kulaç. Sa mallësia e një pjate, i rrështojmë pjatë duke i lënë nërmjet me vaj ullinit. I molojmë me qesë kuzhini, la me pushu 15-20 minuta tjera. Masanej marrim nga 2 ose 3 kuleç së bashku dhe i hapim në petë si kur shikoni në video. Unë venosa 5 petë poshtë e në mes gjellën, masanej 5 petë tjera sipër. Shtojmë sipër vaj ullinit ose gjalp dhe e fusim byrekun mu pjek në furrë të parangrohur në 230 gradë derisa të jetë gati. E të ketë marrë të ngjyrën e bukur të pjekjes. Në fund i hell pak ujë, lam që të zbutet pak dhe gati ta shijojmë. Faleminderit.